Dashi. Fare mbikimit të planetëve, sot do të kaloni një ditë me atmosferë pozitive, ku do të merrni po aq sa do jepni. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të bëni përpjekje të përbashkëta për partnerin, pa e ditur se edhe ai po përjeton mendime të thella për ju. Pasditja dhe mbrëmja do të sjellin momente të veçanta, dhe çdo hap do të jetë i shpejt drejt realizimit të ëndrrave që keni filluar të ndjeni. Në fushën profesionale, energjia do të jetë e ndjeshme dhe suksesi do të duket i garantuar, ndërsa në aspektin financiar është mirë të ecni me plane të menduara për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme. Ky ditë do t'ju jap mundësi të reja për të forcuar vetbesimin dhe për të kapërcyer çdo sfidë. Demi. Ideja për të ndryshuar drejtim sot do të fitoj forcë dhe do t'ju bëjë të reflektoni më gjatë para se të ndërmerrni hapa të rinj. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të keni momente të vetme për të menduar rreth veprimeve, duke përgatitur rrugën për surprizat më të mëdha që do të arrijnë në fund të ditës. Për beqarët, dita mund të mos jetë ashtu si e keni imagjinuar, por sfidat do të ju sjellin përvojë të vlefshme, ndërsa nëse kërkoni një mundësi profesionale, sot mund të gjeni atë që keni kërkuar. Shpenzimet kryhen me llogari, duke siguruar që çdo investim të jetë i menduar mirë. Mos hezitoni të shfrytëzoni çdo mundësi që do t'ju ndihmojë të rriteni personalisht dhe profesionalisht. Binjakët. Venusi vazhdon të përkujdeset për ju sot, duke sjellë momente të bukura dhe duke ju ndjerë të pavarur për të shprehur mendimet tuaja. Nëse jeni në një marrëdhënie, është e rëndësishme të kaloni kohë cilësore me partnerin, sepse së bashku mund të zgjidhni dilemat e përditshme dhe të përjetoni çaste të ngrohta. Për beqarët, hapja ndaj takimeve të reja mund të sjellë ditën tuaj, ndërsa në fushën profesionale fleksibiliteti dhe arsyeshmëria do të sjellin rezultate pozitive. Gjithashtu, menaxhimi i buxhetit do të ketë prioritet të veçantë sot. Kjo ditë ju inkurajon të jeni të hapur për çdo mundësi që mund të përmirësojë aspektet e ndryshme të jetës suaj. Gaforia. Sot do të ndjeni më të ndërgjegjshëm për gabimet e së kaluarës dhe do të punoni me përkushtim për t'i korrigjuar ato sa më pare. Nëse jeni në një marrëdhënie, pyet do t'ju dhurojnë një klimë më të ngrohtë, duke sjellë momente intime që do forcojnë afërsinë me partnerin tuaj. Për ata që janë ende beqar, energjia flirtuese do të dalë në pa, duke bërë që të jeni më të tërhequr dhe të vëmendshëm. Në punë do të përballoni situata sfiduese, por me takt dhe diplomaci do t'i kapërceni me sukses. Në aspektin financiar, është thelbësore të rregulloni çështjet para se të shfaqen vështirësi të mëtejshme. Ky proces i vetë reflektimit do t'ju çojë drejt mirëritjeje të qëndrueshme personale dhe profesionale. Luani. Saturni do të sjellë një ndjesë stabiliteti sot, duke ju dhuruar frymëlirje në çdo moment. Nëse jeni në një marrëdhënie, përkëdheljet dhe fjalët e ngrohta do të jenë të domosdoshme për të mbajtur lidhjen e gjallë, dhe është e rëndësishme të bëni përpjekje të reja për të surprizuar partnerin. Për beqarët, ndikimi i yjeve mund të mos sjellë momente dramatike, por çdo hap në jetën profesionale do të kërkojë mendim të gjatë para se të merrni vendime. Në planin financiar, menaxhimi i kujdesshëm i shpenzimeve është çelësi për të ruajtur një situatë të qëndrueshme. Një qasje e menduar dhe e durueshme sot do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë me sukses. Virgjëresha. Merkuri dhe Urani bashkëpunojnë sot për të ndryshuar plotësisht atmosferën e ditës, duke sjellë fat në çdo fushë. Nëse jeni në një marrëdhënie, përballimet e mëparshme do të largohen pas disa kritikash të hershme, dhe në mesditë do të gjeni mënyrën më të mirë për të kërkuar falje dhe për të rikthyer harmonin. Për beqarët, një takim serioz mund të jetë gati për të realizuar, duke sjellë një ndryshim të thellë në jetën tuaj. Në punë, propozimet e jashtëzakonshme do t'ju ofrojnë mundësi të reja, ndërsa në sektorin financiar, edhe pse parat mund të mos jenë të shumta, menaxhimi i tyre do të jetë i mjaftueshëm për nevojat tuaja. Ky klim e re do t'ju shtyjë të merrni iniciativa që do t'i transformojnë të gjitha aspektet e jetës suaj. Peshorja. Ambienti sot do t'ju bëjë të ndjeni nostalgjik, duke ju ftuar të ndaloni për çaste dhe të mendoni rreth asaj që ka qenë. Nëse jeni në një marrëdhënie, pesimizmi i hershëm mund t'ju pengojë të dilni nga shtëpia, por me kohën do të mësoni të dëgjoni partnerin dhe të vazhdoni përpara. Për beqarët, disa ide të gabuara mund të ndikojnë në hapat që ndërmerrni, duke sjellë rezultate të papritura në fushën profesionale. Gjithashtu, menaxhimi i situatës financiare kërkon kujdes të veçantë, që të ruani një ekuilibër të qëndrueshëm në çdo moment. Kjo ditë ju inkurajon të reflektoni thellë para se të merrni vendime, duke u dhënë mundësi një fillimi të ri dhe të menduar mirë. Akrepi. Sot vendosmëria juaj do të jetë thelbësore për të ecur përpara, duke ju bërë të vendosni qëllime të reja që nuk do të ndaloni për asnjë arsye.
Nëse jeni në një marrëdhënie, bashkëpunimi dhe toleranca do të mbështeten, duke lejuar që dialogu i sinqert të zëvendësojë çdo kritikë. Për beqarët, kjo ditë nuk është ideale për të realizuar takimin e jetës, sepse ndjenja e stresit mund të dominojë. Në fushën profesionale, provat e reja do të zbulojnë aftësitë tua të fshehura, ndërsa në planin financiar, intuicioni do të jepë qetësi që do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të mira. Merrni kohën e nevojshme për të analizuar çdo situatë, pasi kjo do t'ju çojë drejt një rritjeje të qëndrueshme. Shigjetari. Sot do të kaloni një ditë të jetë intensive, ku do të përjetoni momente pozitive, por asnjëherë nuk do mungojnë sfidat që sjellin stresin e domosdoshëm. Nëse jeni në një marrëdhënie, është e rëndësishme të i kushtoni më shumë vëmendje jetës në çift, pasi çdo neglizhencë mund të shkaktojë keqkuptime. Për ata që janë vetëm, do të keni mundësi për takime të reja nëse dëgjoni këshillat e miqve dhe dilni jashtë. Në fushën profesionale, diskutimet me shefat do të çojnë në një fazë të re të suksesit, ndërsa menaxhimi i shpenzimeve do të shmangë probleme të ardhshme. Ky ambient dinamik ju inkurajon të ecni me guxim drejt realizimit të ëndrave tuaja më të mëdha. Britsjapi. Hëna do të jetë në kundërshtim me Plutonin sot, duke sjellë tensione sidomos në ambientin social dhe sentimental. Nëse jeni në një marrëdhënie, kjo ditë mund të jetë ideale për një darkë të qetë ku të zgjidhni problemet e përbashkëta, por edhe të rrezikoheni me situata të ndërlikuara. Për beqarët, natyra e papritur dhe e palogjikshme mund të sjellë gabime të njëpasnjëshme në zgjedhjet tuaja. Nëse punoni me përkushtim, çdo sfidë do të kalohet, ndërsa në aspektin financiar, menaxhimi i kujdesshëm i shpenzimeve është qelësi për të shmangur tensionet e mëtejshme. Mos harroni se çdo përvojë, pavarësisht sa sfiduese, është një mundësi për të mësuar dhe për të u përmirësuar. Ujori. Urani, planeti i ndryshimeve, do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës sot, duke sjellë gjallëri dhe impuls. Nëse jeni në një marrëdhënie, keni nevojë të ndryshoni dhe të bëni gjëra të reja, pasi energjia e partnerit do të zbulojë pasione të reja. Për ata që janë ende beqar, mund të lindin marrëdhënie platonike që, megjithse nuk do të konkretizohen menjëherë, do të sjellin frymë të re. Në fushën profesionale do të punoni me energji të pakufizuar, ndërsa me shpenzimet do të veproni me maturi për të ruajtur ekuilibrin e situatës financiare. Ky ritëm i ri do t'ju ndihmojë të çlironi potencialin tuaj të plotë dhe të arrini objektivat e dëshiruara. Peshi. Planet pozitive do të ndikojnë sot në jetën tuaj, duke ju bërë të mendoni 2 herë para se të shpallni çdo fjalë. Nëse jeni në një marrëdhënie, ndjenja e pakënaqësisë fillestare do të zhduket me kalimin e kohës, duke sjellë harmoni të re mes jush. Për beqarët, dita juaj do të jetë e mbushur me mundësi, por është e rëndësishme të veproni me plan dhe të mendoni mirë para se të merrni vendime të rëndësishme. Në fushën profesionale, strategjitë e zgjuara do të sjellin lavdi, ndërsa në menaxhimin e financave do të ndjeni të sigurt me çdo vendim të marrë. Sot, optimizmi juaj do të havë dyrë të reja dhe do t'ju udhëheqë drejt një të ardhme të ndritshme.